Në këtë botë, të gjithë kemi nevojë për paqe, me veten, me njerëzit, e gjithçka që na rrethon, edhe kombet midis tyre. E pra, zgjidhja për këtë është të njohim, të mësojmë, të praktikojmë e të jetojmë me Islamin, ku dhe përshëndetja e saj në çdo takim e fillim është kjo me të cilën unë po ju përshëndes tani, përzemërsisht. Paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Islami është zgjidhja pasi Islami lind bashkë me njeriun dhe ndodhet brenda tij si një dritë për ta udhëzuar atë në jetë. Islami të mësosh të duash veten, familjen, të ndihmosh të dobtit e të varfrit. Islami të mëson të falësh sa më shumë, jo sepse ti je i dobët, por që në shpirtin tënd mos mbeten gjëra negative, por vetëm pozitive. Islami bën që njerëzit të jenë të sigurt, sepse muslimani e bën çdo gjë me drejtësi e pastërti, pasi ai e din që Zoti e shikon edhe në errësirën më të dendur. Islami na mëson të mos i ofendojmë e paragjykojmë njerëzit, por secili të merret për të përmirësuar veten e tij. E pra, në këtë kanal do t'ju dërgoj si buqeta me lule shumë ngjyrëshe e të freskëta, e plot aromë, këto këshilla dhe njohuri për Islamin, me qëllim që ajo t'ju zbukurojë jetën, ashtu siç lulet zbukurojnë çdo gjë.